Por i kthehemi me një episod tjetër të emisionit tonë Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi një nga guerrelet e parë, një nga ushtarët e parë të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, se dhe një nga njerëzit më të afërt të Zahir Pajazitit. Bëhet fjalë për Avni Ajetin. Avni, mirë se erdhën në emision. Mirë se gjetëm, faleminderit. Avni, çam ka bërë përshtypje mua, besoj edhe këtë shikuesve që të këshyrin, e qysh u gjend një 17 vjeçor krah Zahir Pajazitit. Çka ka ndikuar me punën atë? Po na duhet paraprakisht me morë rrethonat cilat jemi gjetë në atë kohë. Si familje kemi pas problem me okupatorin sërb, si baba jam, mësuesi Adem, si vllov, familjarisht me i fjalë që më thonë jemi konë në atë kuptimin që çështja e Kosovës zgjedhet vetëm me pushk dhe arrestimet edhe organizimi i vllovët në organizata ilegale deri te momenti edhe ku vritet Ali Ajeti, edhe ky si 17 vjeçar, më thonë burgosët, është pjesë aty kur vritet Aliu me djalin e mi Safetin, një pjesë, dhe më thonë, e lëshon Kosovën drejt perëndimit, e ky dhe më thonë qëndron në Kosovë, burgosët, ku si i mitur në atë kohë dënohet me 2 vite burg, po me një fjalë dhe më unë që ai presioni edhe i okupatorëve dhe më thonë nuk ndalet ndaj familjes, sepse edhe ai kur delën mërgim aktivitetin dhe më unë nuk e nal, ku në 93-ën me plot shok, dhe më thonë fusin armatim, ku ma vën edhe dekonspirohet kapet armatimi, si që është të Migja në fshatin Mirovse dhe të Fajka Ijeti, e burgosën e Haradin Hyseni. Më thonë, unë në atë kohë isha dikun 13 vjeçar, 14, dhe i kum përjetu, dhe më thonë, ku bëhet rrethimi i shtëpisë, maltretohet baba, ku edhe vetë, dhe më thonë, pej krevetit, ku isha flajt në atë mëngjes, mi lidhin duart e ja nisin me ato pyetjet që kanë ditë. Kështu që, dhe më thonë, 93-ën, veç 94-ën, fol në Azmi Ajetit që e ka pas shok, dhe më thonë, Zahirin, kam pas lidhje me një Naser Azemin, i fshatit Turuqic, atje në konë klasë këta bashk, edhe këtu ai muhabetin e këshim pas të mirë edhe nivel, edhe kështu që ditë për ditë më thët takoj e thët një djallë thët atje të Turuqicës edhe të bjenë Shqipni, me 24 dhjetor projëm taku me Zahirin, edhe Vitin 94, no? 94, pa ditë që kom taku, atë ditë kemi udhëtu për Shqipni. Po dolim në fillim, përshkojna pak më gradualisht nëse pajtohesh. Prindi juj, Adem Ajeti ju konë mësimdhënës. Ku ka shërbyer si mësimdhënës? Po, mësuesi Adem, dikun në vitin 1953, ka dalë si mësues. Fillimisht në fshatin Shtedim, me sa kam dëgju edhe pejtinaj, dhe më thonë edhe kështu ka vazhduar deri në penzion, kish pa dosh profesionin shumë, ku realisht ka një herë edhe kishim... Ka pos kesh trajtime si mësues? Po ka pos, për shembull, unë i kam të ndëgjuar edhe pe njerëzve atje, se në atë kohë në vitet 60-ta fshatrat e komunës Podujevës kanë qenë me sërb, ma shumë, edhe për shembull në fshatin Shtedim kish pos malazeze sërb shumë, ku me një djallë të mizë vetë, një Sabitin tash në dirë, më thonë që ju vjen edhe puna në për rrugë, në për oborë shkollës, më thonë që ju duhet me i përdor edhe revollet edhe sakicat me i fjallë që mos me i lonë me bo dëmë. Të nej ka pej shumë në zonësav të mësuesit Adem sot që i kanë 70 vjetë dhe tregojnë se qysh ka rezistue, të nej kanë bo transferime, është në Lozhanen, në Ballovcen, Pollat, më thonë vesh me bo presion që me
me lëshue punën, dhe më thonë, si mësues, po ai vazhdimisht edhe i sigurt, ai kur njetë nuk kish pa besua në ato dogmat e komunizmit edhe të asaj periudhe komunistat titis, si ju kemi thënë. Edhe besoj ka mësu gjithun frymen adultorit. Absolut, po. Kjo ka ndiku besoj edhe të jo dhe familja e juj. Ajo shtymi e modhe ndodhë në vitin 89, nëse nuk jam gabim, kur ndodhë vrosja e Aliajetit. Po, është e Ku vërtetë. gjenda të dhe vllau i juj, Nazmi Ajeti. Po. Qysh ndodhi me atë sa ke dëgju, besoj se atëherë koni vogël. Qysh ndodhi vrosja e Aliajetit, edhe cilat janë dëshmitë e vllaut juj për atë ngjarje. Po, për atë periudhë, ai realisht mi spjegon kur kemi shku në Shqipni që thash ma herët me Zahirin, në më thunë ku e kom dëgju të bisedu edhe me Zahirin atë çështje, në atë kohë një deputet i parlamentit evropian atë kohë me ardhë dhe me po çështjen e shqiptarëve në kodër të Jugosllavisë. Edhe organizatat ilegale kishin patentuar qytetarët sigurisht në nivel veni me ngrit protesta. Edhe këta tentuajnë, se ky Nazmiu ka qenë në vit 3 në atë kohë, edhe kanë menue me Safetajetin, dhe më thunë një klasë që ka qenë organizu me mirë, u gjitha ta shokët e Nazmir që në konu në klasë, i kom njoft në shkollë, edhe shumica janë edhe dënum ka 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj për arsye të protestat në atë kohë. Edhe aty kanë fillue me u bo protestat, edhe kështu që fillojnë me i shpërndo edhe atje që i thëmë të fabrike armaturës, atje fillon presioni maj madh ndaj protestuesve, kështu që një grup tërhiqet në pjesën tjetër kafshati Letënc, ndërsa Nazmiev, Alia, Safeti, edhe një grup tjerë që realisht muna mos me njoft, ose po dykun mas pishave i thujmë, këta i detyrojnë se edhe ata nxonca e të parmatës, më thunë mas pishav me u tërhiq tjetër rrugë, këta të katërt Nazmiev, Aliev, Sabriev edhe Safeti tërheqen me synim me hinë fshatin Miravs, ku atje edhe shkëmbihen, dhe më thunë, orën të zjarrit, prej 2 palëve, fillimisht edhe, më thunë, armatim s'kam pas, pak numër, kështu që dhe më thunë, ndodh plagesa e Aliut, edhe këta detyrohen, dhe më thunë, një për tyne me bardh Aliun për 1 kilometër së të ku ka dhe memorialin, e dikush për tyne të nej Nazmieve, Safeti edhe Sabriu shtin me ta sa me mujt mu tërheq, ku dykura edhe këtu në gjarit, dhe më thunë, i kam përshkrume për Nazmiev. Mosha jote atëherë kom besoj dikon 10 vjeç, ha? 13. 89-ën. 89-ën, 77, 13 vjeç. Dikun klasë 8, 7 kam qenë, edhe filluan aty, dhe më thunë, ata punëtur të sigurimit e murën peng për 3 dit babën, Ademin, mësusin Adem. Është momenti kur ndodhe i rrëthimi i parë në familjen e juj. Po, për të arrestuar, po, atëherë ka qenë 89-ën, ka posë edhe shqiptarë. Po. Edhe njerëz dhe më thunë aty... A i keni njohë për shqiptarën e emra? Po, për shembull, ka qenë një farë presionin që e ka bon, një farë e lezi, me mbjemen nuk e di, pa i arrestoj ke djelte mitës. Ndërsa këtu në komunë Podujevës në 88-89 ka qenë tash me detyre, me faroli kam posë, nuk e di, po më e me di që njerë që kam bo presion, më dhunë ndaj mitës, ndaj bobës, më dhunë kanë qenë Shefki Curri,
Qazim Lallushi, Ahmet Delia, kanë qenë Bitush Beka, më thunë ta inspektor, më thunë që edhe babojnë e morin edhe mojnë për 3 ditë peng, deri sa dërzuhet në Azmijinburg. Mo të qërë për 89-ën, apo? 89-ën, po, 90-ën, që aty të naj So kohë denu vlo në burg? 2 vite, si i mitën. Do të thonë atëra i ko 17 vjeçor, po. 17 vjetë e 3-4 muaj që aty. Edhe në aty burgjet e... A i mbon 2 vjetë, po? Ju e mbon 1 vjetë, sepse liruhet e bën amnestin si kryetari i Jugosllavisë në atë kohë, sa më e moj stipe Mesić, mos gabaj, se s'jemi sigurt, po ku edhe pritet, do të thonë edhe liruhen burgosit politik, edhe ademdemohet që duket një amnestia. Nuk jam shumë i sigurt, po parafërsisht se se moj me në mirë, do të thonë nuk du me koni pasakt, po e di që i amnistum si burgosën politik. Ndodhe dhe një rrethim të Hoxha Juj, nëse nuk gabojnë vitin 93. Po kjo rosti është kur, më thunë aty, me 2 gosht 1993, bëhet kontrole forcat sërbe, sepse djemë që kanë qenë të organizum, Bijemburg, Haradën Hyseni, Fajkajiti, edhe aty kopet arsenal bukur i madh i armatimit, Anozi ka orë pe Zvicrë me Ismet Avdullojnë, Sali Qekun, e një pjesë tjetër djemve që si kum taku, po këta, po. Po dolim të njohje jutë me Zahirin, që veç e përmende më herët që ndodhë në vitin 94, a ke njohtë paraprakisht si emër Zahirin? Jo, unë s'kam pos mundësi me njohtë, sepse dhe më thonë Zahiri ka qenë 15 vite para meje. Më thonë s'kam pos rast me pos asën gjenerat, asën... Do më vloj ju, edhe pse e ka njohtë, që me thonë, lidhe o kënë qaqë sekrete, e kanë lujt një tjetrin, sa as ty nuk ka tregu për to. Po menoj që s'ka pos në atë periud, në atë moshën e re edhe më tregu, sepse po rrethonat dhe më thonë që u kryuën në pa mundësi për shembull një vend i okupum, ato boben të nkuhen në presion, me një farë fjole dhe boba em kërkoj ke që mos më mlon aty, sepse mundësit e gjithë shkofit ishin për keq. Edhe Nazmi me qatë idenë që hajde dhe në Shqipni me Zahirin, atje të nej kur shkum qëndrum 3 muje, diçka. Kujtot, takimi por, kështu kërke po për herë të por, çfarë fjalë të ka thonë, ose çfarë tipi u konë, o tipi mbyllën, o tip nervoz, o Po takimet e pora normalisht për ato kanë qenë të rezervume, se unë kam qenë edhe i ri, dhe shumë pyeti tha, ti e vlovi nozit, po. Sepse na shkuëm me një djallë mic me takue, edhe shka tha pritna të shkollë të fakultetit filologjik në Prishtinë, e pritëm aty erdhë kështu një tip sportiv, me i qëndrim të mirë, edhe na vazhdum pe atyhet për Prizren libisht, edhe bjeshve të naj ish 24 dhjetori, bora, bjesht janë bukur trona atje me i kalue. Këtë rrugën normale këni bo me kom? Po pej familjes Jusuf Kajdum qaj, në libisht, e kemi bo kom, dykun pej orës 10, mbromje deri në 5 mëngjesit, më thumë vazhdimisht kom teren i vështirë. So ke vështirë, shtë? Pse kjo kon hi raport, për pëse ma ndek e kalu dhe tjera herë kufinin. Po tjera herë po, ma vën po. So ke vështirë? Ka qenë shumë e vështirë, edhe realisht, une nuk mësha me perceptua se disha më kujtuat një e kom vetë, nashta në gjdo dhe të në hap. E kem goti, aj më këtheke me i përgjigjet njëjtë kur ma nga se kem posë. Unë e anisa me vetë 11 notë, u bo 5 e mëngjesit, aj që të përgjigje ma ka dhonë, kur ma nga se kem posë. Hash lese Shqipnia ka kanë në kinë, e kështu kalum deri atje, po rrugë e vështirë. Po të pyes për kufinin, se me morë parasysh vlloj juj në Zmiajetje, është njoni në ashtë për ushtorëve që ka kalu mas shpeshti kufinin. Është e vërtet ai
dhe më thonë pej që ka kaluan në Zvicër, ai rrugtimin e ka bërë gjithmonë për Shqipni. E moj mendë më thunë 93-ën, ku kthehet edhe ashtu e gjatë luftës, dhe më thunë të e pos parasysh regionin e Llopit me territorin në kufit atje, edhe Shqipnia është njëri që ka organizuar, dhe më thunë, jo që po flasun po flasin ushtarë që kanë rrugtuar me të, nështë atë gjysë e Kosovës, edhe fatmirësisht nuk e ka pos asni ushtarë dëmtuam, edhe së bashkëluftarë tonë, dhe më thunë, jenë mirë njës, Nazmijev, që s'ka pos do me kur. Më thunë, ka kalu gati qdo 3 javë, edhe falë tinaj, edhe bashkëluftarëve tinaj, që e ka furnizu zonën operative të Llopit me armatim. Do më kalimet i ka pos krejtësisht suksesshme kështu. Absolut. Këto duhet flasin edhe njerëz kompetent që janë, për shembull si zona e komunda e zonës të Llopit, po në këtë çështje ata rezervuan sepse ka njëherë mënuan edhe dhe merita tjetër kuj me i morë, që kja s'është korrekte, s'është në rregull, qysh nuk është sënë për shembull që çështja e veteranëve, secila lloj politike që vjen, kur ka ndonjë lloj fushate, e marrin i qesin si numër 1 për ta, një pjesë tjetër thot kemi me i verifikue, një pjesë mirët kush me ta, dhe më thonë është kategoria ma e lone pasdore në shoqërinë tonë. Fundi vitit 94, fillimi vitit 95, juve ju gjonë Shqipni bashkë me Zajr Pajazitin. Ata këshin njerëz, ose cilët janë kon bisedat e juja, po du me shoq pak ma shumë që ta ona njerëzore të Zahirit. Dim shumë për aksionet e tij, për luftën e tjerë, ama ka ona njerëzore çfarë tipi u kon kështu? Po, tash të ona njerëzore e Zahirit ka qenë bukur temperament, edhe ka kërkue punë, realisht po gjithmonë ka shkeli pari. Tash të vetë faktit tregon që kur kthehemi në Kosovë, në Podujev, në Shqipnie, unë e po ta fotin të i takuna dhe me Hakif Zejnullohin, më thunë tash raportet doje nip, edhe ai humori i këndshëm, humori i mirë i Akifit, më thunë mua vetë më frej të Akifi, sepse Zahiri ka qenë ma i rep, ma me disciplinë. Te këta djem, mua më dhimen, sepse është dasht tjen boll të aksionit vetë, është dasht sigurojnë armatim vetë, më thunë pa kushtet mjaftueshme, edhe materiale, edhe logjistike të anat, edhe për këtë arsye të anaj edhe Zahirit ju ka dosh me lëviz shpesh, edhe në Shqipni, atje diskutimet po ka pos me disa njerëz që i ka njoft edhe ma heret, për shembull, ai Nazmiu ka orë për i Zvicre, më thumë mu taku edhe aty në një farforme, ai një pjesë të logjistikë si ja premtoj, sigurisht, dhe më thunë, ky me Ismet Avdullojnë e me shokat që kanë mujt me bisedu, realisht me punëtur të krohet, që kanë mujt me i siguru dhe kanë pos mundësi me bisedu, me i tregu, edhe kështu që figura e tina edhe si kështu njeri e tregon që gjithkon me çdo kusht shok është mundu me i ruhe. Dikun ka fillimi 95-ës pro atje angazhuhet edhe Rustem Mustafa, ku ne e kem pos fotin me Rustemin edhe me Zahirin tim pjesë e një aksionit bashk, 95-ën. Një kert policisë, dhe më thunë, në ata shtë i thujmë të Intereksi, edhe erdhen Rustem Mustafa erdhë me 3
djem tjerë me Sejdi Romen, me Shukri Ismailin, Muharrem Ismailin, që në atë periudhë, për shembull, aja ushtria veç viketu ose grupi Guerel, viketu ushtri dhe të rrit, armatim s'kem pos, dhe më dhunë, derin vrosin e Zahirit, ushtria qimtore Kosovës në atë periudhë ka pos 8 automata, dhe onë shkurta, Shkorpion, ose si me ju thonë, dhe kështu dhe më thonë, minimalja e mënshme, një kohë 95 në shkojnë Shqipni i sulli 10 bomba pe Shqipnia, edhe më vënë, dhe më thonë, erdhe Ilir Kunushevci, me... Kur u konë ju të por me Ilirin, Ka qenë funi 95-ës, kur i kemi prit, këtu është një lidhje e fuqishme, sepse Shaip Haziri në vitin 1991 ka qenë stërvitje me Zahirin. Më thonë edhe kja lidhje i shkone e fuqishme e mirë, edhe dhe më thonë ardhja e Ilirit, veç Shaipit, Naim Hazirit, Selim Hazirit, më thonë u bo një si me honi një sit i ushtrisë shqiptare të Kosovës, bukur e strukturume mirë edhe organizume, edhe kanë arrit deri që aty që dëmon të merren Serbisë. Po dolim të aksionit, e përmendë një aksion 95 që bu të Interrexi tash. A kom aksion një sukses shumë kështë? Po, absolut. Para prakisht, dhe më thonë në fillim 95-ës, është krye edhe një aksion ndaj stacionit Luzhan. Dhe më thonë aty është sulmu me një Kalashnikov edhe një bomb, po stacionit e policisë dhe më thonë me automatike, nuk kam fort sukses. Kështu që dhe më thonë me ordin e këtyne djemve dhe më thonë u rrit kapaciteti për natë kohë. Edhe kanë fillu dhe më thonë deri të që ka qenë një organizem i sukses shumë, se në zemërt Podujeves në atë periudhë ku i ka reorganizu, i ka organizu edhe i ka stacionet e policisë në Podujev me 2 gusht, më thonë ku sulmuhet edhe bëhet një dëm material ku e kryjm aksionin unë edhe Zahir Pajaziti. Më thonë aty Serbia e kuptoj sepse si më ju dhonë zemër Serbëve, ka pa ordhë edhe Arkoni me atë gardën e vetë, më thonë që më ju dhonë zemër Serbëve, aty e mbo dhe domet, edhe u bo një farë, që thuj një farë, mesazhi që tash e tutje, nuk mundi me vetë. Po, so lokacione janë sulmut njëjtë në ku kështët? Në Luzhan, në Kërpime, dërsa në Podujev, dërsa në Norlan, ai aksion ka dështue, e din ai që pa flasë për ta, qysh ka manipulu dhe që ka bo, edhe me bom, edhe me armen që ka përdur pa lejet Zahirit, dhe më dhunë edhe jënë dhe defekte tira që në tarmen keme i shfosh atu. Këtë një konë ndomë ka 2 veta, ka 2 persona. Po Podujevi një konë jo dhe Zahiri. Po. Mëse një konë aty pikrisht jo, qysh ndodhe në Podujeve aksioni, me qka sulmut? Po, na i kishëm, se që aty orën që i përmena, aty u dash kemi morë edhe ata djem tjerë, në më dhunë, Zahiri dhe më thunë me automatik, edhe unë si qyshe kisha, po e pota për detyrë dhe më thunë me gjuhë bombën në stacion policisë, po ma devijoj një kolumi një objekti tjetër, se kom si para rëndësën, edhe ja devijoj kojen, aty i kam posë parkingun, ose ku e ka nëruë derivatet, rezervë për makina tyne, edhe u bo një dëm bukur i madhën në automijete,
edhe pat kështu sukses. Në më thonë ai Zahiri më mbuloj derisa u tërheqa, sepse ish afër shumë, në 5 metra, dhe më thonë, për stacionit policisë, aty ka pos në një kafe, aty në bord policisë, ka nejt sërb, police, dhe më thonë, derisa u tërheqëm, ai më... U ful shumë për aksionet të Zahirit, për nuk dihet një numër i saktë i tyne. A ka ndonjë shifër që prafërsisht i afrohet numrit të aksioneve, sa mendon që janë kon? A ka lënë numrin 10 po? Po e kalëm, po për besë nuk kështu kur nuk e kom nashta me pos ku muna me po çka është me rëndësia që më thonë ai sistemi i konspiracionit i thellë. Është për atentatorëve nashta më i suksesshmi u çkës. Absolutikisht që po. Edhe ata djem që kanë pos punë të veta, se nuk e kemi pos, edhe s'kemi guxu me pyet. Në më thonë, kuru, nuk e di sakt. Së është sistem që ashtu i kryum që... Në shumë prej tyne nikoni praneshëm edhe jo. Shau një për tyne është atentatin ndaj famkeqit që njuf me njuf kënë Cipiripi. Radovish në bjemrin, nëse nuk jam gabim. Bjemrin s'ja di edhe kështu me sërbisht e jem shumë largë. Shumë largë, ja. Nuk më ka interesu për emna, për na i kemi thonë ati Cipirip, një polips, dhe më thonë famkeq. A ke njuf para aksionit? Po, ai ka qenë edhe në shpetime, ka arrestue, ka... Edhe ka lëviz lirshëm kështu në... Ka lëviz lirshëm, ai është, dhe më thonë që ja u ka morë njerëzve jetën të i rejë më thonë që aty 94-ën i ka myt njerëz stëpës në stacion policisë. Aja kanë dodhë se atë ditë dhe më thonë e kanë niveli gatishmërisë një sitit gueril të qëkës, atë ditë ka qenë gatishmëri që ku takohet me eliminue. Të në ditën e kemi kërkuar rrugëve, po nuk kanë dodhë dhe më thonë në qytet, edhe i ka taku këta djemët se cilin që jenë kënë të angazhum, edhe ka thonë që ndërpritet. Edhe ne ka shkujmë në atë banesa që kemi posë si në Prishtinë, si në Podujeva, atje mas pisha, që ne ka siguru e Fadel Pajaziti, jemi shku aty, une nuk jom him brana se i shkon dikush. Ishin kon një 2 persona aty, edhe jom këthyje, jom shku të dojt e mi kom nejt. Dojt i këni posë dhe jom në qytet, të stadiume, deri një kohë caktume, kur kom lëviz, me shku për i shpije, kom kalue për o bërë të spitalet, që KMF. Që KMF i thujmë duke të që janë komunale, edhe aty ka qenë një lokal i Sufit, edhe i shkon të pi me dikën. Edhe kur e kom po, se edhe më kujtuhet aja jogo e tina i gjyrë hire, dhe 092 një... Do më jef një ditë edhe torgen. Po. Edhe kom kalu në për mes pishave atje, edhe kom lajmërue, ka dollë, dhe më thonë edhe, kër e kom lajmërue, e kemi pos në atë trokitjen që e kem ditë. Të kadume, po edhe ka dollë, i kom kallëzue, edhe më ka honë shkëpritëm, është një ven, tash është ndërtua aty të rruga e spitalit, da i ven me ndërtesa, për ka qenë një bërri pa mirë mbojtën, ka honë shkëprit që aty, për 15 minuta, nëse nuk ve, të vazhdan. Ju më shku këm prit, aty e kish pasil deri të përmi spital, aty e ka pru Fadel Pajaziti dhe më thunë me kerë, me ormë, edhe shtardhë. Ka fishlue, ju kom lajmërue, e kemi vëzhgu edhe njëherë për gjatë rrugës aty qysh. I shkon për me kry aty punë mrena lokal ka pos njerëz tjerë, edhe u kone pa mënç me pa bo dome. Edhe jemi strehu një farë kanole aty,
sepse atër infrastruktura në për qytete, në për ka qenë dëmë, edhe jemi strehu aty, edhe i ka dollë për nevojat veta, në fund të rrugës, para lokalit aty, edhe ja ka lëshu breshrinë e automatikut. Ai ka mbjetu, nëse nuk I ka mbjetu, sepse e ka pos një automat me një kajsh dëpt. Tash, kur shtërguhet ormja, e kur këputet, më thonë ta hup orientimin. Edhe ai pak si temperament se u mënu me këput mjedist, se e pat edhe arsyen edhe një hermat modhe, sepse ja rreji babën edhe vllahun. Edhe pej euforie, dhe më thonë, edhe pak dështoj, po edhe mirë që është mjet ashtu, se ka mjet i valid. E ai shkon pa ordha pet, so kemi qëndruar në Tiranë, mas jemi shkon pa ordhën po Dujiv, Cipiripi edhe Qashtu si invalid. Si invalid. Po të pyes për një aksion tjetër që më ka duke interesant mënyrë organizimit, është atentati ndaj Danica Marinković, ku ti e ke marrë rolin edhe të pastruesit të këpucëve. Ja, s'ka qenë aksion, ka qenë si pregaditje, se dhe më thonë format ndryshme, unë nuk e kom njoft ato, s'kom posë rast. Kështu po u dike si që ajo bëjke shqiptarve, edhe si provë, dhe më thonë, po pa sukses, se ka njëherë nuk, rrethona nuk lejojnë, se u munova pak një faroli me luë, po njerës levizshin, e mu isha dhe mu identifiku se u dashke me nejt aty si pastru, si këpuzve, po pa sukses. Nuk... Si afshinve këpucat? Nuk... Po, diçka interesante është edhe Zahiri që u konë i lopit, dhe me thonë, ka posë shumë boza në Dugaxhen, Prizren e tjerë. Cilat janë bozat që janë të identifikueshme? Cilat janë bozat që i ka frekuentu Zahiri gjatë kohës kër ka vepru? Po, ne thash, dhe më thonë, kër kem kaluë na, atje për Libisht, e ka posë një familje sigurt, familje e mirë, që e kanë marë, e kanë strehu, soher ka kaluë, soher është shku u këthyë, më thonë të familja Isuf Kajdum, që a i në Libisht, ku kom kalu edhe vetë, më thonë e kom po, ma vën, e ka, që mo nihet të plokuj Shishmonit, baba ja stritit, më thonë aja familje, jo vetë që neve, pa ja dhe ma vën rolin e ku hyn armatimi aty ku kalojnë plot goril, më thonë edhe si boza kryesore për Dugaxhin edhe këtë Kosovën. Po me zgjerimin e luftës anaj kufit, brezi kufitor njerëz aktivizojnë edhe kryojnë pika tjera të kalimit kufi, qëndrimit e po kja, dhe më thunë, sepse në përme këtë në shishmën, dhe më thunë të ploku Zahiri e merë për sipër edhe qëmë për qërim kelmendin. Më thunë, edhe ku këthehet në përme sa të pik. Edhe aja, dhe më thunë, ploku i Shishmonit me familjet vetë, pa harru edhe zojnë, kontributin e soj për siguru ushqimin. Gjithashtu po, Astriti që ka posësh një grup të vetin atë që... Astriti, dhe më thunë, me mënhëgjën, tash qëtu është aja që, dhe më thunë, ta djemë kanë kërku me u angazhu në aksione, po Zahiri e ka dosh me ruë si pik të kalimit, sepse gjithmonë duhet me kriju një dalje, me kriju një edhe për Zahirin, dhe më thunë, ka qenë shumë e nevojshme me hi dhe me dollë aty, ku jemi dollë edhe na. Njoftimin e Dëmundit edhe Zahirit, nëse nuk jem gabim, ka lu rol Astriti, a i ka njoftu? Po. Në përmes Astritit, po. Po dalim të vrosja e Zahirit, Zahir Pajazitit, cili u konë komunikimi e të i fundit me to para vrosjes? Po, na dit, ku ka ora 10, në përmes telefonit, atër ka bluar, edhe e në konë do mesazhe si të kodume, edhe kemi ecë, të më thonë, jem do në qytet,
E për vrasjen kështu konkretisht, e ku morë vesh të neset, ku më ka kallëzue, e ku më taku në qytet, vllavën e Hakifit Sabedin. Edhe dhe më pe ati momentit, u dosht me kalu në legalitet. Po do më thonë, e ke kuptu me datën një shkurt për bjen. Me 31 nuk ka ndodhur vrasja me një shkurt e ke kuptu. Nëse nuk gaboj e konë pjesëmarrës në varrimin e Zahirit, Po. sa ke rrezikshme me marrë pjesë aty. Edhe a ka numri madh, po menoj, se u dosh me posë nështë ako gjaku guxim për me marrë pjesë me një varrim tillë. Unë në atë kohë kom lëviz me një qik dojës edhe motrën. Ku kem kaluar të një jafërt i gruas dojës, kemi qëndru aty në shpe, e të nesret, nuk e di sa nashta se kësha bo atë veprim, po nuk kam najfar shpjegime, sepse rruga është e vërtet që ka qenë e rrezikshme, s'kemi pas informacion, veç kur jem shku armatost, faktikisht me revolë dhe me bum, edhe është krye vorrimi, dhe më thunë të najpej aty, kem kaluar një legalitet thellë, pra ato ditë deri sa ju më ronë kontakt me Ilirin, edhe kemi vazhdua për Shqipni, me non shkurt. Keni kalu për mes Shishmonit, a? Për mes Shishmonit atje që na ka prit. Plaku e për bobajt boks, e në zogaj, dhe më thunë është një situatë këj tjetër, më thunë se u vronë njerëz. Kalimi ju në Shqipni ndodhë mas 9 ditëve, më dhejtë. Po. Këto 10 ditë që kalu, Një legalitet. Një legalitet komplet. Një legalitet thellë, u dashke me u për shembull këtu ditë se kanë morë, kanë tentu me më siguru në Prishtinë me më pru. Naim Haziri, Selimi, po është një farë humori se pam rri Selimi halon po dujev, unë ju më zhdry para tinaj në qytet, edhe kom menu në atë kohë dhe më thonë që me bo diqka. Më thonë ka qenë gabimi maj madhë, që ka mujtë me ndodhë. Do më thonë këtë është më hakmar për... Kom menu one, po ishkone pa mëndshme. Kjo hakmara vishë ndodhë një 2 muaj ma vonë. Po ndodhë është e vërtet, se na kalum me i fjoll me Ilirin, Shqipni dhe me Shajipin, atje veni në kaos, i rebeluam për arsye tyne, gjendja ka në kopim, njerës të kishëm hup, krerët e aksioneve, realisht ishin njerës që ne kallëzëshin rrugën, edhe të naj ma vën, po këtu djemt e lopit, që ata që se sigurisht atë ja kanë pos një lidhje me dikën, edhe për neve ka qenë një rinjallje, dhe më thonë se falë këtyne vdjemve, për shembull Vllazni Maqasteni, këta Rustem Mustafa, Latif Gashi, ata djemë tjerë që jenë reorganizua dhe e kanë qua procesin për para, ne atje jemi mënua me ndërtu ato grupet e furnizimit, të më thonë me armatim, ish probleme dhe atje se u dashke me pos njerëz rrëth brezit kufitore, me sigurua armën e rrugë vështira, venin, më thonë ka qenë rrezik gjithka. Do thonë logjistikën tash e merr në dorë Ilir Konushevci. Cilat janë bozat e Ilirit në Trofuj? Po për shembull i kije që kanë kriju me Adrianin, me Adrian Krasniqin, jenë kushërit e Adrianit, Agim Krasniqi dhe Besniku, që aty i kemi pos si shpiton, si boze u qëkës, edhe djemë dhe më thonë që kanë orë nga perendimi, një pjesë e tjerve ka tentua me kriju e mundësi edhe vend kalime për kukse fshatra për rreth që brezit kufitor me Kosovë, edhe
që thujnë hap pas hopi, dit pas dite, edhe kemi krijuar një kanale, dhe më thonë, që e kanë bord armatimin, si qerim kelmendi, plot tjerë. Një për lidhjeve që përfolu debatu shumë është lidhja i Ilirit me Fatmir Hoxhalin, cili kon roli i Austritit në këtë lidhje, edhe sa ju kanë ndihmu që lidhje me ta. Po realisht shumë lidhje tashtu në sakt tashtu nuk e di, po është familjar, mos gaboj i nonsta stritit, ashtu detajlisht nuk po moj me dit, po në atë periudhë njerëz e kanë dhunë kontributin e vetë, për neve ka qenë një mbështetje bukur e madhe që është hynë këtë mes Fatmir Hoxhalaj, edhe është munduar me atë so ka mujtë edhe ai, ato problemet e ty në mes vete, dhe më thunë, ne si kemi bord, dhe kemi bo mirë, po me mesin e 9 maj, më thunë, vritet e lirë, ku në shef si me doktorën, më thunë, për neve ishte edhe goditja dytë, me amodhja që ndodhë. Kur u kon takimi fundit yti me Ilirin për vrosjes? A ditë para dite, ne kemi hongër kaftjan me Ilirin, sepse na i kemi pos do detyra tjera, ku është prit një grup pej Zvicre me ordhë, edhe me siguru armatim, edhe në komunën e Podojev, zona operative Lopit, veç viketu ristrukturu edhe me dalën në male. Dhe më thonë, kish regrutue ushtar 3, edhe pret ke dhe më thonë që me dalë në një luft frontale. Po të njohëri që ka me marrë këtë rrugë Iliri, edhe qysh dëgjove pas në vrosjes? Na me Ilirin që çështje kemi diskutue, edhe sa i ka pos komunikim ma shpesh, dhe më thonë me zonë, me njerës përgjes këtu në Podojev, kemi hongër buk, edhe realisht unë e kom pos në një farfur me kontakt me këta djemë të Zvicrës, sepse u kom vlovë, në më thonë Azmijev. Edhe ata kanë kërkua që mos me hup kuë, po të siguruhet armatim, edhe sa ma shpejt me mri në, sepse ishe edhe kërkese e zonës operative të Lopit, që tjetë sa ma shumë armatim e rezervume për këtë periudhë, më thunë, që thujnë ushtria shërimtore e Kosovë, zona operative Lopit, veç të nëtët ta dërgën të një hap matë madhë drejt, edhe ndodhë dhe më thunë vrosja e Ilirit, që ishtë këthim shumë ropa, dhe më thunë për neve, kështu që ta na jerdhen edhe dhe më thunë Rustem Mustafa me një grupë bukur të madhë, atje në Tropoj, edhe këta djemë që ishim për i Zvicre, edhe u bom bukur mirë, edhe ka qenë një shtytje, që thuj një infuzion bukur i madhë me armatim për zonë operative të Lopit. Pjesa tjetër e vitit 1998, qysh vazhdoj? Cilat ishin aktivitetet pas vrosjes të Ilirit? Po, ne u sistemun, dhe më thonë, ishtë përgjithësi e zonës operative Lopit, dhe më thonë që të kryuhen njësit, të gjatë batalionet, dhe më thonë të merat formën e ushtrisë të regull, dhe më thonë, si që ka qenë zona operative Lopit, me nivelin e disiplinës edhe të përgjithësisë, më thonë ka qenë zona që, më thonë edhe ushtrit tira në kanë morë lakmi. Po dalte, po kaloj shpejt këtë pjesë për të bombardimi i NATO-s, pe i morsi deri në qershor vitit 99, ku gjend këtë kohë dhe u kon kjo periudhë në shtap për i periudhave të shtira në qendrimin e juj. Tash kja pjesa
e ushtrisë qëndrore të Kosovës është sikur ato volët e detit, kur i e në sulëm edhe e godet armikun, normalisht njesh mirë, po kemi posna edhe na dome jashtëzakonisht mdhoja, që për shembull ndjenja më e mirë e jamja ka qenë kur kum rrinë në Sholë Bajgurës, atje ku jenë vendus zona operative Llopit, edhe i kum po djemt në atë kushte faktikisht jo të mira, po vullneti ka qenë i madh, edhe tash me thunë pe 7-8 djemve që kishëm vepruar në qytet, edhe dita ditës ushtria veç e merke formën e vet, edhe djemt e veshin mu vullnetar, mu regrutue edhe me morë përgjithësinë e luftës, pro kja ka qenë një diçka jashtëzakonisht e madhe për mua. Kështu që betejat një pas njëshme, normalisht kemi pos humbje, po e kemi pos edhe atë krenarin momente caktume, e deri te shlirimi i Kosovës. Qysh e pritë shlirimin, ku kena ato momente? Na jemi konë në një farë forme, dita e pore sulmit NATO-s, neve na ka zonë për vijat frontit, ku në një fshat do bërdëll, sepse kishin hy forcat nga për Pelloci, aty fshotrat që në kufi me Serbin, edhe luftime të repta aty, por ata mujt so kanë ndodh bombardimet, për bes nuk më kujtohet ku e tek, po e di që në një moment, vllov Nazmijev, një grup ushtorëve na ka thonë që duhet me shkue për armatim sepse është harxhue. Edhe e di që kënena i kanë kaluar për dugatxhin e tirat pjesë, ka thonë është e pamundshme, po na duhet me kriju një vit tjetër ku i kemi ra për viti, aty fshotrat tjera kem kaluar diku në fshotra Gjurgjudell Kaçanikut, tjetër na me kriju lidhje, ai ka ndëpërtuar në Shqipni, në për fshotra ku e di gjo, e në për Maqedoni kemi prit armatim qëto fshotrat Gjurgjudell, tash s'muj me këm kujtuhet si jamën, edhe dhe më thonë rrugës. Jena këtë në fund të misionit, qysh janë trajtu veteranët e luftës, do më thonë kategoritë e dola për luftës, si për institucioneve, si për shoqërisë. A kanë pos trajtim meritor? Ta shre, në një periudhë ushtria shqiptare e Kosovës qëllimin e vet e ka arrit. Synimin, largimin e okupatorit, ka pos tjera sfida që dosh ndërtimin e të institucioneve e sidomos të policisë dhe të ushtrisë. Së të fol njerëzve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, së dhe kem edhe ushtrinë e Kosovës. Ndoshta ka njëherë me dëshprime, ndoshta ka njëherë me posët e kem. Veteran, ata të cilët s'kan mujt me u, dhe unë nuk mujmë na mu krenue me këtë shoshni që ka bo politika edhe ka bo njerëz që kanë pos përgjithësi. Kanë mujt fillimisht, se ne kem procesin të najmat dëmshëm, e kem procesin e verifikimit, domin që ja kanë bo, kush dhe që tjenë ata, dëm matë madhë, për ushtorë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, s'ka me pos ma shumë. Tash këta tjertë që jenë përgjez, kush dhe qefi të qeverin, më dhune shë si loj, kur ju duhet për politike që jesin rend por, kur që duhet e gjujnë që atjenë sirtaret, edhe na kem roste që unë e një personalisht bashkëftorët mi edhe që e më vorë, për lëllëj, na duhet me pos institucionet që sepse nuk jenë të rehabilituam.
Nuk janë, kështu që keq, me një fjalë është keq. Unë të falenderoj për rrëfimin edhe për këto që na ofruve këtë, po shpresoj që shih me ira të tjera. Faleminderit edhe juve për mundësinë.